Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. S'ka dyshim se tërë falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahu Jalla wa ala qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Musliman të nderuar, neve Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëroi për shumë gjëra në Kur'an. Dhe ato të gjitha I sqaroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Mirë, po çështja më madhështore është ajo e cila na urdhëroi Allahu që në jetët tona të jenë vetëm për Allahun azza wa jall dhe për asgjë tjetër. Edhe se në zemrat tona më I madhi të jetë vetëm Allahu xhalla wala. Synimi kryesor të jetë arritja e kënaqësisë Allahut azza wa jall dhe shpëtimi prej dënimit të Allahu xhalla wala. Nëse shikon tek muslimanat e parë, e sheh se ata të gjithë bënin vepra, po I bënin vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. A don me e pa një shembull konkret se si bëhet vepra për Allahun xhalla wala. A nuk e pam në historinë e muslimanëve se Khalid ibn Walidi radiallahu ta'ala anhu erdhi me një fuqi madhështore dhe me një strategji të veçantë në ushtri. Dhe pejgamberi alayhis salam e caktoi komandantin e ushtrisë së muslimanëve. Pastaj ishte komandant I ushtrisë së muslimanëve edhe në kohën e Abu Bekrit. Arritën fitore të mëdha. U shliru Shami, u shliru toka e Irakit, e kështu me radhë prej strategjisë dhe mençurisë të cilën e kishte Khalid ibn Walidi. Mirpo kur erdhi një moment, Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu e shkrujti një cop letër të vogël ku ja dërgoi Khalid ibn Walidit dhe tha se në vendin ton ka me qenë Abu Ubaida ibn Jarrah. Para me në vëllezër, sikur Khalid ibn Walidi në njëtët e tina të cilat njëtë I kishte për Allahun azza wa jall, në vepra strategjit e të gjitha veprimet të cilat I ka bëu Khalid ibn Walidi, që nuk e ka zonë gjumit duke menduar për strategji madhështore se si të shkon ushtria muslimanëve sa më larg në çlirimin e tokave dhe jo në sundimin e tyre, sa më shumë që shfaqet daveti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai për këta e bani. Ai e bani që mesazhi I Allahut shkon sa më larg, sa më shumë. Dhe vjen një cop letër dhe e shkarkon Khalidin e vjen Abu Ubaida ibn Jarrah. Para mendon sikur mos ta kishte për hir të Allahut azza wa jall. Sa shumë e donin muslimanat Khalid ibn Walidin dhe kishin mundësi muslimanat që t'i thonin o Khalid, a don që t'i bojmë puç khalifës së muslimanëve edhe ta kundërshtojmë në vendimin që e ka dhe ti të mbetesh. Ai I kishte të gjitha mundësit. Mirë po, e kishte për Allahun dhe nuk donte as gjë tjetër prej kësaj dynjaje. E donte vetëm kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Ai u përgjigj kësaj thirrje të Allahut. Binduni Allahut dhe binduni të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe ulul amri minkum, që ishte në atë kohë Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu. Dhe ju përgjigj Omer ibn Khattabit dhe tha, kaq pas ka qenë mirësia Allahut azza wa jall dhe me kaq që përfundoi Khalidi duke u bëu prej ushtarëve të thjesht, ushtar I Abu Ubaida ibn Jarrah. A nuk pati mundësi ai me thonë se qysh morë muslimant, po sa çlirimi erdhi prej meje, po qysh ka mundësi që sot mua me mlan kaq thjesht prej një komandanti heroik që bëri heroizmat e tina, prej një komandantit kur në njërën prej betejave dhe në historinë e Khalid ibn Walidit tregohet se erdhi një komandant I romakëve dhe u ballafaqu me Khalid ibn Walidin dhe I tha, o Khalid, çush ka mundësinë sot me u bë sikur ti? Tha, thuje shahadetin bëhesh më mirë se unë. Dhe një burr kaq I madh dhe të thot, alhamdulillah, kaq pas ka qenë mirësia Allahut azza wa jall. O robi Allahut, njetët e tua në veprat të cilat ti I vepron, le të jenë vetëm se për Allahun azza wa jall. Pasha Allahun, nëse krejt ummeti qohën sot, krejt ummeti musliman, bohën bashk dhe bohën një zëri dhe bohën një fjale, s'kan mundësi me ja kalu e vlerës e Khalid ibn Walidit. Mirë po, ai
ishte një burr I cili punoi vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe tha sam'an wa ta'a, kam dëgjuar dhe kena me pasua urdhrin I cili erdhi urdhër prej një burri të veçantë, prej një burri me cilësi madhështore, prej Omar al-Faruqut, Omerit I cili ishte ndarës, ishte dallues, I cili dinte qartë të gjykonte në meselet në çështjet, dhe e dinte se Omeri nuk ka punuar diçka për inatin e tina, dhe se e dinte se njeti I Omerit ishte në dobi të fesë e Allahut Azza wa Jall dhe thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte ajo të cilën e veproi Khalid ibn Walidi. Andaj le të marrim shembull nga këta burra të mëdhej se si duhet vepruar për Allahun subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa salamu alaykum.